Vikendi i zgjatur ka qenë sfidues për zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe pjesëtarët e një sitit të zjarfikësve, pasi një banesë është djegur në aerodrom të Shkupit dhe një tjetër në Prilep. Zjarr ka pasur edhe në Ohër, ku janë djegur 7 hektar kallam. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se nga zjarri në aerodrom 2 persona kanë përfunduar në spital. Herët në mëngjes, në orën 5:14 në sektorin për punë të Brendshme Shkup është raportuar se ka rënë zjarr në banesë në pronësi të personit me inicialet PD 74 vjeç në komunën e aerodromit. Nga zjarri, lëndime ka pasur pronari dhe djali i tij OD 52 vjeç. Për shkak të thithjes së tymit, ata janë transportuar në kompleksin klinik Nëna Tereza për ndihmë mjekësore. Të lënduar kanë mbetur edhe 2 qytetarë të tjerë nga Shkupi, të cilët kanë qenë duke banuar në një banesë në Prilep, e cila gjithashtu u përfshi nga zjarri. Më 20 prill 2025 rreth orës 13 në SPB Prilep është raportuar se në një banesë në lagjen Toçill të Prilepit në pronësi të personit me inicialet TJ ka rënë zjarr. Në banesën e tij kanë banuar motra e tij CS 51 vjeç dhe dhëndri i tij DP 40 vjeç, të dy nga Shkupi. Zjarri ka sfiduar edhe zyrtarët e MPB-s dhe një sit të zjarfikësve në Ohër, ku nga zjarri janë djegur 7 hektar kallam ishte.